Andaj edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u lut për Medinën, sikurse u lut edhe bëri dua Ibrahimi alayhi salam për Mekën. Për ata transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë Allahumma habbib ilayna al-Medina, o Allah bëje të dashur për neve Medinën, sikurse e ke bërë të dashur për neve Mekën edhe më shumë. Pastaj transmetohet gjithashtu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shumë e ka dashur Medinën, saqë shpeshherë kur ka dalë në një udhtim dhe është kthyer në Medinë, më të parë muret dhe shtëpitë e Medinës e ka shpejtuar kafshën e tij që të rrëmbërri sa më shpejt Medinë. E që dietarët kanë thënë nga dashuria që ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për Medinën. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bëri dua edhe për begatitë dhe mirësitë që i kishte Medina, që Allahu xhelle xhelaluhu t'i shtojë ato. Dhe bëri dua që Allahu ta bëj harem, ta bëj vend të shenjtë, sikurse ka bërë dua Ibrahimi alayhis salam për Mekën. Për ata edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej dashurisë që kishte për Medinën, edhe prej shenjtërisë që Allahu e bëri në Medinë, sikurse e bëri të shenjtë Mekën, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, kush ka mundësi që jeton në Medinë dhe kush ka mundësi që të vdes në Medinë, le të vdes, nga se unë do të ndërmjetësoj për të ditën e gjykimit. Për ata dhe Omeri radhiyallahu anhu e dini prej duave që kishte bërë që Allahu xhelle xhelaluhu t'ia merrte shpirtin si shahid, po ku në qytetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe Allahu subhanahu wa taala ja realizoi një dua një lutje të tillë. Dhe Allahu xhelle xhelaluhu ja mori Omerit radhiyallahu anhu shpirtin si shahid, duke u vrarë afër minberit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në namazin e sabahut në qytetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkurtimisht po i përmendi disa prej haditheve për fadlin e Medinës, që pastaj do të bëj hijret pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e që gjithë ai i cili ja mundson Allahu subhanahu wa taala vizitën e këtij vendit, s'ka dyshim se e shet begatin dhe mirësinë që Allahu xhelle xhelaluhu e ka bërë në Medinë, sikurse Allahu ka thënë begati dhe mirësi në Mekë. Për ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur foli për Medinën, tha ajo është tribe, është e bukur, është e mirë dhe i largon njerëz dhe banorëve të saj dhe ata të cilët të vizitojnë atë, gjunohet sikurse Allahu ja largon ndryshkun hekurit kur atakohet me zjarrin. Sikurse Allahu ja largon ndryshkun hekurit kur atakohet me zjarrin. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha se më të vërtet Ibrahimi alayhis salam e bëri harem Mekën të shenjtë duke lutur Allahun xhelle xhelaluhu, dhe unë thot e lut Allahun dhe kam lutur Allahun që Allahu ta bëj harem të shenjtë Medinën, sikurse Allahu xhelle xhelaluhu ja ka bërë pejgamberit Ibrahim alayhis salam harem Mekën. Pastaj vizita e Medinës është edhe vendi të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se është e ruajtur prej fitnes së Dejxhallit, se e ruajnë melaçet dhe s'ka mundësi që të hyjë Dejxhalli kur të vijë me fitnen e tij në këtë vend, në Medinë. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përmend se në Medinë ruhet imani, prej shenjave të mëdha të kiametit, prej shenjave të fundit, se në Medinë ruhet imani, edhe tubohet imani, sikurse ka thënë tubohet edhe ruhet xharpri në vrimin e tij. Sikurse tubohet xharpri në vrimin e tij, thot imani ruhet në Medinë. Andaj prej shenjave para daljes së Dejxhallit është se ata të cilët kanë khubth, kanë gjëra të këqija në zemrat e tyre, kanë nifak, Allahu xhelle xhelalu do t'i nxjerrë nga në Medinë. Dhe në të nuk do të qëndrojnë vetëm se besimtarët e sinqert. Pastaj shpërblimi i atij i cili viziton këtë vend dhe falet në xhaminë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë se ai i cili falet në xhaminë time e ka shpërblimin sa 10.000 namaze jashtë Medinës.